Në një konferencë të zhvilluar vetëm 5 orë para nisjes së protestës, ish-kryeministri Sali Berisha bëri thirrje të hapur për bashkimin e të gjitha forcave politike, opozitare dhe qytetarëve që ndihen pjesë e opozitës për t'u bashkuar tubimet të paralajmëruar kundër kryeministrit Edi Rama. Ftoj të gjitha forcat politike opozitare, të gjitha ata që ndjehen opozitar, pavarësisht nga dallimet që kemi, të bashkohemi sot për t'u dëshmuar shqiptarëve dhe botës se nuk ka forcë që të ndaloj dhe ta pengoj pa përmbysur regjimin më armiqësor, më të keq që shqiptarët kanë njohur në histori. Berisha u shpreh se protesta shënon nisjen e një procesi të pandalshëm politik dhe se pritet të jetë një kthesë e madhe në skenën politike shqiptare. Tu kemi të bëjmë me një puç antikushtetues. Ai pasi mori pushtetin gjyqësor me një vendim korruptiv të gjykatës kushtetuese, ai mori parlamentin, pushtetin e parlamentit. Ai theksoi se përfundimi i këtij procesi do të vijojë ose me largimin e kryeministrit nga pushteti ose me shuarjen e opozitës. Zbresim në shesh pasi Edi Rama përdori gjykatën kushtetuese, organin më të lartë, për të firmosur licencën e vjedhjeve të tij dhe qeveritarëve të tij pa u shqetësuar. Dolëm në shesh pasi Edi Rama bllokoi tentativën e fundit të prokurorëve për heqjen e imunitetit. Ish-kryeministri deklaroi gjithashtu se opozita do të vazhdojë betejën e saj politike duke përjashtuar bojkotin e kuvendit si mjet veprimi. Ne e kam deklaruar, nuk marrim pjesë në asnjë nga komisionet në të cilat negocioheshin reformat me narkomajorancën. Por parlamentin nuk e bojkotojmë, do zhvillojmë luftë dhe betejë aty, si kundër, në shesh, në rrugë, në greva, në demonstrata, në gjitha format. Tani, nata dhe dita, toka dhe qielli janë tonat.